Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Raportimi automatik i transaksioneve me kriptoasete dhe shkëmbimi informacionit me autoritetet tatimore do të vendosën për të rritur transparencën në këtë treg. Një projekt ligjëri për kriptoasetet parashikon masa për të kufizuar evazionin fiskal dhe për të përafruar legjislacionin shqiptar me atë të standardeve të Bashkimit Evropian. Transaksionet me kriptoasete do të raportohen automatikisht pranë administratës tatimore, duke i dhënë autoriteteve më shumë informacion për të ardhurat e realizuara nga ky treg dhe duke forcuar luftën kundër evazionit fiskal. Kjo është rrisia kryesore që sjell projekt ligji i ri për shkëmbimin automatik të informacionit mbi kriptoasetet, i nxjerrë për konsultim publik që parafron legjislacionin shqiptar me direktivën evropiane. Nisma vjen si përgjigje ndaj zgjerimit të përdorimit të kriptoaseteve për investime, pagesa dhe transferta ndërkufitare, të cilat e kanë bërë më të vështirë identifikimin e tatim paguesve dhe monitorimin e të ardhurave të tyre. Përmes këtij kuadri të ri synohet rritja e transparencës fiskale dhe përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e tatimeve. Ligji parashikon që ofruesit të shërbimeve të kriptoaseteve të identifikojnë klientët e tyre, të verifikojnë rezidencën tatimore dhe të mbledhin informacion për transaksionet që kryhen. Ky informacion do të raportohet periodikisht pranë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, e cila do të jetë autoriteti përgjegjës për administrimin e sistemit dhe për shkëmbimin automatik të të dhënave me administrata tatimore të vendeve të Bashkimit Evropian. Për të shmangur raportimin e dyfisht, ligji përcakton edhe rastet kur detyrimet konsiderohen të përmbushura në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian ose në jurisdiksione të tjera të njohura. Ndërkohë, ofruesit të shërbimeve do të duhet të raportojnë të dhëna identifikuese për përdoruesit, informacion mbi transaksionet e kryera dhe vlerën e tyre, sipas rregullave të përcaktuara në ligj. Ata do të kenë detyrimin të ruajnë dokumentacionin për të paktën 7 vjet dhe ta vënë atë në dispozicion të autoriteteve tatimore në rast kontrolli. Një tjetër element i rëndësishëm është forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional. Autoriteti mbikëqyrjes financiare do t'i komunikojë çdo vit drejtorisë së përgjithshme të tatimeve të dhënat mbi subjektet e autorizuara për të ofruar shërbime të kriptoaseteve, ndërsa tatimet do të mbikëqyrin zbatimin e detyrimeve ligjore dhe do të administrojnë regjistrin e operatorëve të këtij tregu. Ligji parashikon gjithashtu masa administrative dhe gjoba për subjekte që nuk respektojnë detyrimet e raportimit, si edhe mundësinë e pezullimit të transaksioneve kur përdoruesit nuk japin informacionin e kërkuar. Në këtë mënyrë, synohet të krijohet një treg më transparent, të kufizohen mundësitë për shmangje tatimore dhe Shqipëria të harmonizojë rregullat e saj me standardet e Bashkimit Evropian. Fitimi nga investimet e bonut e thestarit 12 mujore u rritën lehtë në ankandin e fundit, me yieldin mesatar që arriti në 2,67%, niveli më i lartë i këtij viti. Kërkesa e investitorëve ishte më e ulët se shuma që synonte të merrte huaj qeveria, duke bërë që të mos sigurohej i gjithë financimi i planifikuar. Fitimet nga investimi në bono thesari 12 mujore kanë shënuar një rritje të lehtë në ankandin më të fundit të zhvilluar nga Ministria e Financave. Në ankandin e fundit, yieldi mesatar i ponderuar i pranuar arriti në 2,67%, nga 2,59% që ishte në ankandin e mëparshëm të muajit qershor. Kjo rezulton të jetë norma më e lartë e interesit që prej fillimit të vitit. Megjithatë, niveli i interesit vijon të luhatet pranë normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë, e cila aktualisht qëndron në 2,5%. Ndryshe nga ankandet e mëparshme, këtë herë kërkesa e investitorëve rezultoi më ulët se shuma që qeveria synonte të merrte hua. Konkretisht, Ministria e Financave kishte shpallur për financim 8 miliard lekë, ndërsa vlera e kërkesave të paraqituara në ankand arriti në rreth 5,55 miliard lekë. Përpasoj u pranua e gjithë shuma e kërkuar nga investitorët, por qeveria nuk arriti të sigurojë të gjithë shumën e planifikuar. Raporti mbulimit të ankandit rezultoi 0,69, që tregon se për çdo 100 lekë të shpallura për financim, investitorët ofruan vetëm 69 lekë. Të dhënat tregojnë gjithashtu se yieldi maksimal i kërkuar nga investitorët arriti në 2,84%, ndërsa yieldi minimal i kërkuar ishte 2,55%. Kjo tregon se pjesëmarrësit në ankand kanë kërkuar norma interesi disi më të larta, krahasuar me ankandet e mëparshme. Bonot e thesarit 12 mujore konsiderohen ndër instrumentet më të sigurta të investimit në tregun vendas, pasi garantohen nga shteti. Yieldi përfaqëson fitimin që realizon investitori nga mbajtja e bonus deri në maturim, dhe në rastin e bonove 12 mujore,
Ky fitim krijohet nga diferenca mes çmimit të blerjes dhe vlerës që investitori përfiton në fund të afatit një vjeçar. Startupet shqiptare po kalojnë gradualisht nga faza e idesë drejt krijimit të produkteve dhe gjenerimit të ardhurave. Sipas të raportit, 31% e sipërmarrjeve të reja në vend kanë arritur fluks pozitiv të ardhurash, ndërsa më shumë se 1/4 janë ende në fazën e zhvillimit. Ekosistemi startupeve në Shqipëri po shfaqet nivel gjithnjë më të avancuar zhvillimi, ku pjesa më e madhe e sipërmarrjeve të reja kanë kaluar fazën fillestare të idesë dhe kanë hyrë në treg. Sipas të dhënave të raportit Albania Startup Ecosystem Assessment 2025, të publikuara nga Startup Albania, 31% e startupeve shqiptare kanë arritur të gjenerojnë fluks pozitiv të ardhurash. Kjo është edhe kategoria më e madhe, duke treguar se pothuajse 1 në 3 startupe ka krijuar tashmë një model biznesi financiarisht funksional, ndërkohë 26% e sipërmarrjeve janë ende në fazën e zhvillimit, ndërsa 22% kanë një produkt të gatshëm, por u afrojnë përdoruesve falas, ndërkohë vetëm 14% kanë hedhur në treg produktet me pagesë. Një pjesë më e vogël e startupeve, rreth 5%, e kanë produktin të përfunduar, por nuk kanë ende përdorues, ndërsa 3% ndodhen vetëm në fazën e konceptit. Sa i përket segmentit të tregut, dominojnë modelet biznes me biznes që arrin te konsumatori final, ku biznesi ofron shërbime për një biznes tjetër, i cili më pas arrin te konsumatori final. Ky model përfaqëson 51% të startupeve. Rreth 30% operojnë në modelin biznes me biznes, ndërsa 19% u drejtohen drejt për drejt konsumatorëve përmes modelit biznes me konsumator. Të dhënat tregojnë një ekosistem të orientuar kryesisht drejt bashkëpunimit mes bizneseve, por me sfidë kryesore kthimin e produkteve të gatshme në burime të qëndrueshme të ardhurash. Lagjet me çmimet më të përballueshme të blerjes në Durrës po ofrojnë kthimet më të larta nga investimi në apartamente studio. Spitalla kurrizon me 8.5% rendiment bruto nga qiraja. Investimi në apartamente tip studio apo gazonjere në Durrës po rezulton më fitimprurës në lagje ku çmimet e blerjes janë ende relativisht të ulta. Sipas një analize të Investropa, diferenca në normën e kthimit nga qiraja është e konsiderueshme, duke treguar se zgjedhja e lagjes mund të ndikojë ndjeshëm në fitimin e investitorëve. Në krye të renditjes qëndron Spitalla, e cila ofron normën më të lartë të kthimit bruto nga qiraja, 8.5%. Pas Spitallës renditet Këneta me një kthim prej 8.3%. Shkozeti me 8.2% dhe plazhi i Durrësit me 8%. Këto lagje kombinojnë çmime më të përballueshme të blerjes me kërkesë të qëndrueshme për qira, duke ofruar investitorëve një raport më të favorshëm mes kostos së investimit dhe të ardhurave mujore. Edhe currilat dhe plepat vazhdojnë të jenë alternativa tërheqëse, me norma kthimi përkatësisht 7.8 dhe 7.5%, ndërsa qendra historike arrin në 7.1% kthim nga investimi, ndërsa qendra e Durrësit në 6.9%. Nga ana tjetër, zona turistike si Golemi, Gjiri i Lalësit, Qerreti dhe Volga ofrojnë rendimente më të moderuara, që variojnë nga 6.2% në 6.6%, kryesisht për shkak të çmimeve më të larta të blerjes së apartamenteve. Të dhënat tregojnë se investitorët nuk po orientohen domosdoshmërisht drejt zonave më të shtrenjta. Përkundrazi, lagjet me çmime më të arsyeshme të blerjes dhe kërkesë të qëndrueshme për qira po ofrojnë kthimet më të larta, duke u shndruar në një nga destinacionet më tërheqëse për ata që synojnë të maksimizojnë fitimin nga pasuritë e paluajtshme. Bashkitë në vend shpenzojnë vetëm 20% të buxhetit vjetor për investime, të cilat përkthehet në shërbime më të mira për qytetarët. Pjesa tjetër shkon për paga, sigurime dhe shpenzime operative. Megjithse burimet financiare janë rritur në tërësi për të gjitha bashkitë në vend, struktura e shpenzimeve sipas bashkive ka probleme. Referuar raportit të financave vendore për vitin 2025, në shumë bashki të vogla dhe të mesme, shpenzimet për paga dhe ato operative zënë më shumë se 60% të buxhetit, ndërkohë në bashkitë e mëdha ky raport është më i ulët. Nëse do të referohemi të dhënave ku paraqitet struktura e shpenzimeve sipas natyrës për vitin 2015 dhe vitin 2025, konstatohet se aktualisht vetëm 18 deri në 20% e shpenzimeve vendore shkojnë për investime kapitale, ndërsa pjesa tjetër për paga dhe shpenzime operative. Konkretisht, bashkitë kanë shpenzuar në total në vitin 2025 92.4 miliard lek, nga të cilat 29.1 miliard lek janë shpenzime operative, 40 miliard lek për paga dhe sigurime dhe vetëm 23.2 miliard lek investime.
Kjo tregon se një pjesë e madhe e rritjes së buxhetit nuk është përdorur në drejtim të zhvillimit ekonomik vendor, kryesisht në bashkitë e vogla. Nga analiza rezulton se në vitin 2025 rreth 40% e buxhetit të Bashkisë Tiranë është përdorur për investime, ndërkohë në bashkitë e tjera si Durrës, Elbasan rreth 30% e buxhetit është përdorur për investime. Ky raport i shpenzimeve për investime paraqitet kryesisht në bashkitë e mëdha dhe të mesme. Investimet nga burimet e veta janë rritur nga 12 miliard lek në vitin 2015 në rreth 23.2 miliard lek në 2025. Investimet kryesisht janë fokusuar në infrastrukturë rrugore, ujitje, kullim, menaxhimbetje, zhvillim urban. Për sa i përket shpenzimeve për paga dhe sigurime apo shpenzime operative, konstatohet një rritje e konsiderueshme nga viti 2015 në vitin 2025. Kjo rezulton një rritje e cila vjen paralelisht me rritjen e të ardhurave nga buxheti vendor dhe me rritjen e volumit të shërbimeve për komunitetet vendore. Si rezultat i krijimit të njësive të reja vendore, bashkitë e reja administrojnë një territor shumë herë më të madh se para reformës administrativo-territoriale, si rrjedhoi kanë rritur dhe nivelin e shërbimeve që ofrojnë. Gjithashtu, ndikim të drejt në rritjen e shpenzimeve për paga ka patur edhe transferimi i funksioneve nga Ministritë e Linjës tek bashkitë në vitin 2015 bashkë me stafin përkatës. Mbi 20.000 vende pune janë kontrolluar nga Inspektorati Shtetëror i Punës vetëm gjatë muajit qershor. Sipas të dhënave zyrtare, inspektimet kanë përfshirë mbi 1.000 subjekte, ndërsa janë vendosur 951 masa administrative për shkeljet e konstatuara. Mbi 20.000 vende pune janë kontrolluar nga Inspektorati Shtetëror i Punës gjatë muajit qershor në kuadër të verifikimeve për respektimin e legjislacionit të punës dhe standardeve të sigurisë. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë këtij muaji janë inspektuar 1019 subjekte, ndërsa kontrollet kanë përfshirë 20.963 vende pune në të gjithë vendin. Përveç kontrolleve, Inspektorati ka zhvilluar edhe 415 inspektime këshilluese me qëllim orientimin e bizneseve për zbatimin e detyrimeve ligjore ndaj punëmarrësve, përfshirë kontratat e punës, oraret, pagat dhe kushtet e sigurisë. Nga verifikimet e kryera janë vendosur 951 masa administrative ndaj subjekteve ku janë konstatuar shkelje. Shifra tregon se problematikat në marrëdhëniet e punës dhe respektimin e standardeve ligjore vijojnë të mbeten të pranishme në një pjesë të konsiderueshme të bizneseve. Gjatë qershorit janë trajtuar gjithashtu 109 ankesa të paraqitura nga qytetarët dhe punëmarrësit. Trajtimi i tyre përbën një tjetër pjesë të punës së institucionit. Inspektorati synon që përmes kontrolleve, këshillimit dhe ndjekjes së ankesave, të rrisë formalizimin e tregut, të mbrojë punonjësit dhe të forcojë përgjegjësinë e punëdhënësve gjatë ushtrimit të aktivitetit. Anijet cistern që kalojnë në ngushticën e Hormuzit po përballen me skenarin më të keq të mundshëm, pasi Irani ka vazhduar sulmet për gjatë gjithë javës, përrjedhoi trafiku i anijeve në këtë nyje jetike të transportit të naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 3 javë. Gjendja e sigurisë në ngushticën e Hormuzit është ndëruar në skenarin më të keq të mundshëm për anijet cistern që transportojnë naftë, pasi Irani ka sulmuar vazhdimisht anijet gjatë javës. Ne shohim uljen e vëllimit të tranzitit përmes ngushticës së Hormuzit dhe tani ekuipazhet e anijeve janë edhe më të shqetësuara se më parë, tha Dimitris Maniatis, drejtor ekzekutiv i Marisk me Selina Athin. Të paktën 9 anije janë sulmuar që nga 6 koriku, ndërsa Irani përpiqet të detyrojë anijet lundrojnë në Hormuz përmes ujrave të tij territoriale dhe jo në një rrugë alternative përgjatë Bregdetit të Omanit të mbrojtur nga ushtria amerikane, referuar të dhënave të organizatës ndërkombëtare detare një agjencie e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë ushtria amerikane neutralizoi një anije cistern pa ngarkesë pasi rivendosi bllokadën detare kundër Iranit, sipas komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara. Anija cistern më të belma me flamur të Guraçaos i injoroi paralajmërimet e shumta ndërsa kaloi nëpër ujërat ndërkombëtar drejt ishullit Karg të Iranit. Rruga tradicionale përmes Hormuzit, e njohur si skema e ndarjes trafikut, mbetet shumë e rrezikshme për t'u përdorur nga anijet për shkak të kërcënimit të minave. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump tha se Hormuzi ishte i hapur për gjithë anijet, përveç atyre të Iranit pas rivendosjes së bllokadës detare nga SBA. Por kompanitë e gjurmimit të anijeve kanë vërejtur një rënje të ndjeshme të trafikut. Hormuzi është i mbyllur kryesisht me vetëm një numër të vogël anijesh që kalojnë me sistemet e identifikimit të fikura, sipas ekipit analizëve të llojit që monitorojnë ngushticën.
Trafiku ka rënë në nivelin më të ulët në 3 javë sipas dhënave nga firma inteligjencës tregtare Kepler. Tranziti i anijeve ra në 8 të njëjtën nga 15 anije që kaluan të mërkurën. Më shumë se 100 anije kalonin tranzitin në Ormuz çdo ditë përpara se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli të sulmonin Iranin më 28 shkurt. Në ditët e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë 6 raunde sulmesh ajrore kundër Iranit, në hakmarrje për sulmet ndaj anijeve cistern. Teherani është përgjigjur me breshëri raketash që synojnë aleatët e Shteteve të Bashkuara në gjirin persik. Irani dhe aleatët e tij Houthi në Yemen tani po kërcënojnë të mbyllin trafikun e anijeve edhe në detin e Kuq, që është bërë një rrugë alternative jetësore për eksportet saudite dhe naftës. Zjerimi i energjisë diellore në Gjermani u përshpejtua në gjysmën e parë të vitit, i nxitur nga lufta në Iran dhe planet e qeverisë për të ulur subvencionet. Instalimet të reja diellore me një kapacitet të kombinuar për rreth 7.4 gigavatësh u lidhen në rrjet midis janarit dhe qershorit. Zgjerimi i energjisë diellore në Gjermani u përshpejtua në gjysmën e parë të vitit, i nxitur nga lufta në Iran dhe planet e qeverisë për të ulur subvencionet, tha shoqata gjermane e energjisë diellore. Instalimet e reja diellore me një kapacitet të kombinuar për rreth 7.4 gigavatësh u lidhën në rrjet midis janarit dhe qershorit sipas shifrave paraprake nga Agjencia Federale e Rrjetit të Gjermanisë të analizuara nga shoqata. Kjo shifër ishte 9% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjermania tani ka më shumë se 6 milion sisteme fotovoltaike të instaluara me një kapacitet të kombinuar prej më shumë se 125 gigawatt. Kërkesa midis pronarëve të shtëpive private ishte ftohur vitin e kaluar, por interesi është rritur përsëri pas shpërthimit të luftës së Iranit në fund të shkurtit dhe planeve të qeverisë për të dhënë fund subvencioneve për sistemet diellore në pronësi private. Mbyllja e planifikuar e subvencioneve për energjinë diellore ka shkaktuar një efekt tërheqje përpara. Shoqata pret që shifrat e gjysmës së parë të vitit të rishikohen më lart, ndërsa shtohen regjistrimet e vonuara. Bazuar në përvojën e viteve të kaluara, kapaciteti i ri diellor i instaluar në 6 muajt e parë mund të arrijë deri në 8.3 gigawatt. Shoqata kërkoi qeverisë të mos e ngadalsojë zgjerimin e energjisë diellore. Nga një perspektivë klimës, energjisë dhe politikave ekonomike, nuk ka asnjë mënyrë tjetër përveç një zgjerimi më të fortë të sistemeve fotovoltaike dhe ruajtjes së energjisë në bateri, deklaroi shoqata gjermane e energjisë diellore. Kupa e botës mbushi stadiumet me tifoz në Meksik, por nuk arriti të ngrejë një ekonomi të ngadalt. Kompanitë e vlerësimit llogarisin ndikimin total ekonomik në $2 miliard, rreth 0.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Kupa e botës mbushi stadiumet me tifoz në Meksik, por nuk arriti të ngrejë një ekonomi të ngadalt të rënduar nga investimet e dobta dhe pasiguria mbi shqyrtimin e ardhshëm të marrëveshjes tregtare të Amerikës së Veriut. Meksika priti 13 nga 104 ndeshjet e këtij turneu, megjithatë nuk arriti objektivat ambicioze zyrtare të turizmit që synonin rritjen e produktit të brendshëm bruto, i cili u tkurr në 3 mujorin e parë. Sipas analistëve, turneu ofron vetëm një stimul afatshkurtër për një ekonomi që qeveria pret të rritet midis 1.8 dhe 2.8% këtë vit, krahasuar me parashikimit e analistëve për 1.1%. Ndikimi ekonomik ishte shumë i lokalizuar. Analistët ulën vlerësimin për kontributin e produktit të brendshëm bruto të Kupës së Botës në 0.4 deri në 0.5% nga një parashikimi më parshëm prej 0.62%. Kompania e vlerësimit Banamex llogariti ndikimin total ekonomik në $2 miliard, ose rreth 0.1% e produktit të brendshëm bruto. Deloitte parashikoi se konkurrenca krijoi 100.000 vende pune të përkohshme, 10% më pak se vlerësimi i saj më parshëm. Ndërkohë, banka BBVA raportoi se treguesi i konsumit të familjeve ra me 0.2% nga muaj në muaj në qershor, me shpenzimet për hotele që ulën me 10.5% dhe ato të restoranteve me 4.9%, pavarësisht një rritje prej 16.5% në argëtim. Përfitimet ishin të pabarabarta në të gjitha qytetet pritëse të Mexico City, Guadalajara dhe Monterrey. Shoqata e restoranteve meksikane raportoi se gjysma e lokaleve të saj performuan më keq se në një javë tipike për shkak të mbushjes së ulët të hoteleve dhe protestave lokale në kryeqytet. Trafiku i pasagjerëve u rrit pak në qershor në Guadalajara dhe Monterrey, por ra në aeroportin kryesor të Mexico City. Me kompanitë që po i frenojnë investimet përpara shqyrtimit të paktit tregtar dhe ekonominë që po të kurret me 0.6% në 3 mujorin e parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur parashikimin e rritjes ekonomike të Meksikës në 1.2 nga 1.6%.
Apple është bërë sërish kompania më e vlefshme në botë duke tejkaluar Nvidia në sesionin e ditës së premte. Tashmë, Apple vlen rreth 4.9 trilion dollar në bursë, ndërsa Nvidia 4.8 trilion dollar. Apple ka rifituar titullin si kompania me vlefshme në botë duke kaluar Nvidia, ndërsa investitorët u bën më të sigurt për strategjinë e saj të inteligjencë artificiale. Aksionet e Nvidia ranë deri në 4% në sesionin e së premtes, pasi shqetësimet për vlerësimin e aksioneve të inteligjencë artificiale nxitën tregun, duke i dhënë kompanisë një vlerësim për rreth 4.8 trilion dollar, pak më por se 4.9 trilion dollar që vlerësohet Apple. Më vonë kompania e rikuperoi humbjet, ndërsa në orët e mbetura të tregtisë Apple dhe Nvidia konkuronin kok më kok për vendin e parë. Aksionet e Nvidia janë rritur me më shumë se 1200% që nga janari vitit 2023, duke u rritur nga 14.86 dollar, që është çmimi rregulluar pas ndarjes së aksioneve, në rreth 205 dollar aktualisht. Kompania realizoi një ndarje të aksioneve në raportin 10/1 në qershor të vitit 2024. Nvidia u bë kompania me vlefshme në botë në vitin 2025, e nxitur nga bumi inteligjencë artificiale pas lançimit të ChatGPT në nëntor të 2022-shit. Fillimisht të projektuara për video lojra, njësitë e përpunimit grafik apo siç njihen ndryshe GPU të Nvidias, janë bërë hardueri kryesor i përdorur në qendrat e dhënave të inteligjencë artificiale për të trajnuar modele të mëdha gjuhësore të zhvilluara nga kompani të tilla si OpenAI, Anthropic dhe Google. Megjithatë, në javën e fundit analistët kanë filluar të dyshojnë nëse investimet masive në qipat dhe software të Nvidias do të japin rezultate, ndërsa produktet e reja të inteligjencë artificiale do të dalin në treg. Këto pikpyetje janë intensifikuar ndërsa krijuesi ChatGPT, OpenAI dhe rivali i tij Anthropic, dy nga kompanitë private më të vlefshme në histori, kanë aplikuar që të bëhen publike. Ndërkohë, besimi i investitorëve tek Apple është forcuar në javën e fundit duke rritur aksionet e saj me rreth 20% që nga fundi i qershorit. Apple gjithashtu prezantoi një version të ridizajnuar të Siri-t, duke marrë vlerësime shumë pozitive. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.